shkoj tani në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen ton Blerina Goce, e cila në fakt ka biseduar me artistët dhe artistët që ndodheshin brenda, pra në shtëpinë muze, në shtëpinë e artistëve ose në Art Explora në vilën 31 të ish diktatorit, e cila nuk është më vila e ish diktatorit. Blerina, çfarë ke biseduar me artistët, sepse kam perceptimin janë të shokuar dhe nuk kanë dashur të flasin përpara mikrofonit, apo jo? Po, është e vërtet. Artistët realisht janë shumë të shqetësuar, gati të terrorizuar dhe është e pamundur që ata të flasin përpara mikrofonit. Fatmirësisht nuk janë dëmtuar, por është dashur ndërhyrja e policisë, e gardës dhe zjarfikses që ata të dalin nga vila, tashmë është ndërruar në një rezidencë artistike. Kanë qenë rreth 10 artistë, mes të cilëve shumë artistë ndërkombëtar, të cilët për momentin ndodheshin në vilë. Çfarë janë dëmtuar, vetëm xhamat apo vetëm ambientet, se ne kemi edhe një video të cilët e transmetuam pak më parë, do ta lëshojmë edhe një herë, pra që ka disa dëme brenda. Po, ka dëme dhe realisht ka qenë një situatë shumë kaotike dhe artistët ndjehen të terrorizuar. Por fatmirësisht vetë artistët nuk janë të dëmtuar. Çfarë të kanë thënë, për shembull jashtë kamerës ku ju keni biseduar? Atëre ishte diçka shumë e papritur për ta dhe realisht një shok i vërtet. Dhe ka qenë e pamundur për ta që të flisnin para kamerave dhe mbase në një moment më të vonshëm ata edhe mund të flasin. Por për momentin, po. Artistët jetojnë aty, flenë aty përpos aktivitetit kulturor dhe artistik që ka? Po, vila është ndërruar në një rezidencë dhe ata jetojnë aty dhe krijojnë aty. Është një projekt në fakt publik që dihet dhe është bërë publik që në prill të vitit 2025 dhe janë artistë shumë nga bota, të cilët vinë dhe jetojnë dhe krijojnë pikërisht në këtë rezidencë. A është pikërisht kjo ku mori pjesë edhe presidenti Macron, apo jo? Po, është kjo. Është Villa 31 Art Explora, një program artistik, edhe shkëmbimi kulturor, ndërkulturor, mes vendeve të Ballkanit, Europës, edhe më gjerë. Është një gjë e bërë publike tashmë prej gati një viti. Dhe artistët e shumët nga bota janë pjesë e këtij programi dhe jetojnë pikërisht aty. Shumë prej molotove edhe nuk kanë shpërthyer, ndërsa shumë të tjerë ne i kemi parë që shpërthyen dhe rreziku ka qenë permanent. Aty mund të kishte ndodhur edhe ngjarje e rëndë që mund të ishte dëmtuar një prej artistëve. Absolutisht, edhe ata vazhdojnë akoma që të jenë shumë të tronditur dhe shumë prej tyre po komunikojnë edhe me familjarët e tyre për t'i qetësuar edhe për t'i siguruar për situatën. E qartë. Mirë Blerina, unë të falenderoj, në rast se do të kesh të tjera detaje me njerë. S'pa ju për të rikthyer edhe njerë dhe më pas me mingën.